Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd. Qëlloj faktikisht që në të njëjtën ditë ne kemi edhe një organizim tjetër, kemi një promovim libri, Munafikët në Koran, me po kështu që qëlloj, me thënë drejtën, ky aktiviteti këtu me ju është, më pëlqen më tepër, është më i dashur mua se sa e tjetër atje. Jo se atë nuk e dua, po veçën se ju keni më përparësi se sa të tjerët. Dhe ndoshta do doja dëshiroja të qëlloheshi që të rria pak më gjatë, por ka deri Zoti që duhet me bë të dyja edhe këtë edhe atje, kështu që të mundohemi që atë ta kufizojmë në takimin që kemi bashkë. Tema që kam zgjedhur është pak më e gjerë sa titulli që ka përmendur, për arsye sepse mendova se ka nevojë për një parashtrim shumë më të gjerë se sa thjesht çështje institucionale. Dhe do ta ndaj në atë në 8 pika. Ku një nga ato pika është apo boshte, apo kolona, është çështja e institucionit. Faktikisht nuk kemi aty, po unë për çdo pikë kam marrë të shkronjën e parë për ta pasur më të lehtë. Ajo për cilën ne kemi nevojë si musliman apo si shoqëri është krijimi një shoqërie muslimane të organizuar, të fortë, të qëndrueshme, parimore, të zhvilluar, e aftë për të përgjigjur sfidave që ne kemi, për të zgjeruar dhe për pasur qëndrueshmëri, në mënyrë që ne të përmbushim synimin apo qëllimin për cilin Allahu xhallahu na ka sjellë në tokë dhe na ka krijuar. Qëllimi madhor për cilin na ka krijuar Zoti kush është? Adhurimi i Zotit, njohja e Zotit. Kjo përmbushet si? Përmes të qenit halife fil ard. Allahu xhallahu kur e krijoi Ademin në tokë, tha kale inni jailun fil ardi khalife. Unë do të vendos, unë do të bëj, do të krijoj në tokë një khalife, a më këmbës. Dhe që ti jesh më këmbës në tokë, duhen të plotësohen disa kushte, disa kritere. Dhe që ne të kemi një shoqëri, apo një bashkësi, apo një komunitet, apo një xhamat, që të ketë gjitha këto që unë përmenda, pra të jetë i qëndrueshëm, të jetë i lidhur mes vetes, të jetë i fortë, të jetë fleksibël, pra gjitha ato për cilët që halifja e Zotit në tokë, apo që në halife në tokë, duhet të plotësoj disa kritere, disa kushte. Dhe sigurisht që feja është një për atyre dhe për këtyre buron feja, por shpesh njerëzit mendojnë sikur feja është e vetmja gjë. Feja nuk është ndarë nga pjesa tjetër e jetës. Çdo gjë në këtë jetë, feja hyn të dhe ajo hyn ke feja. Kështu gjë e parë, e cila kërkohet nga ne si njerëz, për atë parë si besimtar, është kohezioni social. Mbajini mend këtë. Kohezioni social. Çfarë është kohezioni social? Ajo që njihet ndryshe në sociologjinë e Ibn Khaldunit si asabie. Çfarë është asabie? Asabia është solidariteti klanor. Lidhja që ka një grup i caktuar njerëzish, një xhamat i caktuar njerëzish që i mban ato të lidhur fort me njëri tjetrin. Kjo mund të jetë gjaku, parafisnia, etnia, kombi, ideologjia ose feja. Sepse shoqëritë të cilat kanë solidaritetin klanor, pra grupor apo kohezionin social, e kanë më të fortë ato shoqëri apo ato grupime janë ato të cilët komandojnë pjesën tjetër të shoqërisë. Ju e keni dëgjuar shpesh atë trajtimi që
thotë që shoqëria e mirë, apo po thëmë e shëndetshme, apo e pasur prodhon kriza. Kriza prodhon njerëz të dobët, njerëzit e dobët degradojnë shoqërinë, shoqëria duke degraduar prodhon kriza nxjerr prapë njerëz të fortë, të cilët riciklohen në këtë mënyrë. Kjo është për kufizim apo shkurtimi i asaj që ka thënë Ibn Khalduni. Tashi, Ibn Khalduni thotë që njerëzit që kapin parinë e shoqërisë, pra elitat, kush janë elitat që marrin sundimin e shoqërisë? Është kush që ata të jenë më të shumtë në numër? Jo, nuk është kush që të jenë më shumë të numër. A është kush që ata të jenë më të pasur? Jo, nuk është kush që të jenë më të pasur. A është kush që ata të jenë kështu më organizativ apo më të fuqishëm fizikisht? Jo, nuk është kush. Kushti kryesor. Jo se këto tjerë nuk duhen gjitha këto tjerë. Është që ata të kenë asabijen e fortë, pra të kenë kohezionin social më të fortë. Një grup i cili është i lidhur me vetes, ai i cili ka identitetin e tij të fortë. Kohezioni social është lidhur me identitetin. Ne, kush jemi ne? Neja. Kush na përcakton neve, dhe identiteti ka lidhje gjithmonë me pjesën tjetër të shoqërisë. Pra ne që jemi ndryshe nga të tjerët. Ne që jemi shqiptar, ndryshe nga komunitetet e tjera. Ne që jemi musliman, ndryshe nga ata që janë musliman. Ne që jemi xhamat, po themi ne i kësaj xhamie, ndryshe nga xhamat të tjera. Ne që jemi përkasim kësaj dege për shembull, apo kësaj race, apo kësaj, pra identiteti. Kohezioni social ka të lidhë me identiteti. Asabia ka të lidhë me identitetin. Sa i fortë është ky identitet mes nesh, që na përcakton neve ndryshe nga të tjerët. Sa më i fortë jetë ky, do të thotë që ne jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Jemi vëllezër, sakrifikojmë për njëri tjetrin. I japim për kauzën tonë të përbashkët. Dhe një nga ato që na bën neve të jemi ndryshe nga të tjerët, apo që jemi ne ndryshe nga të tjerët, është feja. Feja është një nga ato elementet, apo një nga ato llaçet, apo çimentoja që i lidh njerëzit. Ashtu si çimento dhe llaçi i lidh gurët apo tullat e ndërtesës, feja është një nga ato elementet që i lidh njerëzit. Krijon kohezionin social. Ibn Khalduni, për ta kthyer prapë, Ibn Khalduni thotë, çfarë ndodh? Kur shoqëritë thotë kanë vite apo shekuj apo breza apo dekada të cilët janë stabilizuar dhe paria e tyre e cila komandon vendin fillon edhe trashën e kupton ti, myken e kupton ti, zënë rahati e kupton ti, edhe për shkak se shtohen njerëzit, shtohen fitnes, shtohen sprovat, ata fillojnë edhe bëhen individualist. Shikojnë rahatin e tyre apo familjen e ngushtë, klanin e tyre të ngushtë. Inë l'insan e jadga arra'u stagna, thotë Allahu Kur'an. Njeriu thotë e te kalon kufirin, kur më shikon që është i vetë mjaftueshëm. Po ka nevojë për të tjerët. Ne, sidomos në këtë kohën e sot me njerëzit, një nga arsyet pse janë të përçarë dhe janë të hallakatur është pikërisht sepse nuk ka nevojë për tjetrin. Jetojnë në rahati, jetojnë në kënaqësi. Por më tepër dhe ideologjia, po themi ne që edukohet individualizmit. Dhe kjo krijon e bën këtë lloj parie të brisht. Në momentin që vjen një grup tjetër, dhe ai merr shembull beduinët, arabët e shkretëtirës. Ne më identifikojmë sot me për shembull ata që vinë njerëzit që vinë nga fshati apo nga mali apo nga Katundi, diçka e tillë. Ata thotë kanë lidhjen, asabien, pra kohezionin social e kanë shumë të fortë. E kanë shumë të fortë. Janë të lidhur me njëri tjetrin, dhe janë gatshëm të sakrifikojnë për kauzën e tyre për njëri tjetrin, janë disiplinuar, janë më besnik ndaj njëri tjetrit, i besojnë njëri tjetrit, jetën besojnë çdo gjë dhe janë gati të sakrifikojnë. Dhe këta thotë, edhe qofshin më pak, duke qenë se këta janë grup, këta arrin ta përmbysin ata që qeverisin. Pse? Sepse organizohen më mirë me njëri tjetrin. Nuk e trahtojnë njëri tjetrin. Sakrifikojnë më shumë për njëri tjetrin. Dhe këta janë ata që përmbysin elitat dhe vinë në krye. Kjo është ligj pothuajse absolut në shoqërinë njerëzore. Kudo ka ndodhur kjo? Kudo ka ndodhur? Njerëzit që kanë asabien, pra kohezionin social më të fortë, grupet që kanë asabien më të fortë, qoftë edhe band, ata janë që kondojnë vendin. Një shembull konkret në Shqipëri. Nuk po marr shembull e Ibn Khaldunit, që po jap. Kush është grupimi më i fortë politik në Shqipëri, edhe social, i cili ka kohezionin më të madh mes shqiptarëve? Ata që kanë pushtet në Partia Socialiste. Partia Socialiste është banda apo klani më i fortë në shoqërinë shqiptare, sepse ka 80 vjet në pushtet dhe shumë e lidhur me njëri tjetrin, dhe një pjesë e tyre jo vetëm që
janë për interesa aty. Sigurisht që ka njerëz për interesa aty, për interesa po themi ne personale, pushtetare apo ekonomike, por një pjesë e tyre janë ideologjik të bindur. E rëndësishme është që të fitojmë ne, pas ka rëndësi edhe pa bukë lirën dhe pa punë. Kjo është plani. Prandaj i majnë ata të fortë, edhe prandaj ata janë më të fuqishëm dhe janë në krye dhe mbajnë sundimin. Mi po ne, po ta kthyer ke ne, a duhet ta kemi ne klanin apo asabien apo po themi kohezionin social të fortë, sigurisht duhet ta kemi, sepse kjo është parësore, është e para fare. Sepse ne jemi besimtarë. Innamal mu'minuna ikhwa, thotë Allahu në Kur'an. Besimtarë nuk janë vetëm vëllezër. Po ashtu profeti alayhis salam ka thënë, çfarë ka thënë? Ka thënë që besimtarët mes njëri tjetrit, në dashurinë mes tyre, në mëshirën mes tyre, në solidaritetin mes tyre, janë si një trup i vetëm, si një godinë e vetëm. Nëse ankohet një pjesë, i gjithë trupi vuan. Pra nëse ty të dhëm gishti apo këmba, a kupton? I gjithë trupi kalon pa gjumësi. I gjithë trupi. Kështu dhe besimtarët janë si një trup i vetëm. Kush e mban trupin e besimtarëve bashkë të lëmë një tjetrit? Kush kohezioni social për muslimanët? Imani. Pejgamberi selam kur shkoi në Medinë çfarë bëri? Gjë e parë që bëri, llazëroi mes muhaxhirëve, pra mekasve, edhe ansarëve që ishin medinasit. Edhe pse ata ishin arabë, ishin fisë të ndryshme, nuk kishin lidhje me njëri tjetrin. Kuptimin afërsi gjaku. 400 km, 400 km larg njëri tjetrit. Nëse takoheshin punë tregtie, mos ndonjëri mund të kishte krushqi, siç pati edhe fisi pejgamberi selam, por gjithsesi ishin të larg me njëri tjetrit. Gjë e parë llazëroi atë, i bëri vëllezër. Do thotë që në mënyrë që të krijojë lidhjet e fuqishme mes njëri tjetrit, sepse do të krijonte një bashkësi, një ymet, një shtet. Dhe ajo çka na karakterizon sot e kësaj dite ne si musliman në përgjithësi në mbar botë, megjithëse na kanë përçarë, megjithëse sundohen nga elitat korruptuar të tjerë, është që ymeti islam ka një kohezion social ndryshe nga të tjerët, më të fortë, por është i pamjaftueshëm. Sepse ka dobësitë e veta. Ka dhe dobësitë e veta. Mirë, kjo është e para. Pra majni mend të. Asabien ose kohezionin social, kjo është pika e parë. Unë e kam bërë dhe kështu si me këto që i thonë, me shkrenjtë e para për ta mbajtur mend edhe si fjalë atë, keni dem, me fjalë nuk është se ka në kuptim me fjalë, por thjesht janë shkrenjtë e para për të kuptuar pra kohezionin, e para. E dyta, institucionet. Pra për të pasur një shoqëri, apo një bashkësi, apo një shtet, apo një kom, apo një perënduri, përveç kohezionit social, apo asabies duhen institucionet. Ti mund të kesh asabien e fortë, edhe krijon një reakcion shpërthys. Pra, në momenti që ti ke një grup të fortë, ti mund ta marrësh në kontroll, po ti nuk patë institucione, nuk ka ruan dot atë. Për shembull mongolët, turqit patën kohezion social të fortë. Prandaj ata morën krijuan perëndori. Por në dallim me të tjerët, mongolët për shembull, edhe pse për shkak të forcës që kishin dhe kohezionit të fortë që kishin, sepse ishin tribal, pra fisa, kuptonti, u shpërbën me kalimin e kohës sepse nuk patën institucione të rezistonin. Nuk krijuan institucione, u detyruan me fillu islamizuan pjesa më e madhe e tyre, dhe u përshtatën me vendet ku qëndruan dhe sigurisht që adoptuan institucionet e vendeve islame apo ku diun romak apo bizantine, gjithë ato që ishin, apo perse. Pra nuk mjafton vetëm kohezioni social, por duhen institucione, sepse institucioni i jep e legitimitet Paris. Çfarë është institucioni, do thoni ju? Institucioni nuk është thjesht një ndërtesë, një godinë. Institucioni është ajo që na bashkon ne, na bën bashk, parimet që na bëjnë ne bashk, rregullat që ne respektojmë tek njëri tjetri. Familja është institucion. Nana, babai, fëmijët, fisi është institucion, pra lidhjet që ne kemi mes njëri tjetrit. Në momenti që këto lidhje mbështeten mbi disa parime të caktuara dhe respektohen disa rregulla të caktuara, kjo është institucioni. Jo godinat. Godinat janë pjesë infrastrukturës, nuk janë pjesë e drejtë përdrejtë asaj që quhet institucion. Shteti është institucion. Kryeministria është godina. Ku një institucionet. Ministrit janë godinat. Dhe profeti alayhis salam
Momentin ku shkoi nga Meka në Medinë, krijoi institucion. Krijoi shtet. Shteti mbahet në institucionet. Që janë gjykatat, drejtësia, që janë parlamenti, legislativi që i thonë, që është qeveria, që janë bashkit. Pra, institucionet janë ato që i mbajnë lidhur dhe vazhdimësi njerëzve. Nëse nuk ka institucione, çdo gjë shpërbat. Pra, ne jemi një grup njerëzish, kemi një aktivitet, por nëse nuk kemi disa rregulla, nëse nuk kemi disa parime, që të japin legitimitet atij që na drejton. Çdo të thotë, e zgjedhim ne apo hyp vetaj me forcë? Si menaxhon parataj? Si menaxhon aktivitetet? Si merr vendimet? Të gjitha këto janë pjesë e institucionit. Dhe nuk mund të ekzistojë shoqëri pa institucione. Ka sot rrymat e majta anarkiste që janë, ka rrymat majta anarkiste që thonë njerëzit jetojnë lirë, nuk ka nevojë për institucione si në kohën e shpellarëve. Jo. Umar ibn Khattabi ka një fjalë brillante, sikur të ishte hadith. Që thotë, la islami illa bil xhamaa, nuk ka islam vetëm se me xhamat. Por nuk mund të ekzistojë islami vetmuar. Do të ketë grupim, ka grup, xhamat, bashkësi, komunitet. Wala xhamaa illa bil imara. Dhe nuk mund të ketë xhamat, thotë, vetëm se me imare. Imare është institucioni. Imare mund ta përkthesh udhëheqësi, po fjala institucion është pak më moderne, po kuptohet në fjalë. Udhëheqësi pra. Imare nuk mund të ketë pra xhamat pa pasur institucion. Wala imare illa bita. Dhe nuk ka institucion pa pasur çfarë? Bindje. Do thotë bindje ndaj parit, bindje ndaj rregullave, bindje ndaj parimeve, bindje ndaj statutit. Pra, ky është institucioni. Pa institucion nuk mund të organizosh asgjë të mirë. Ka një tendencë për shkak të laicizmit, ku thuhet që feja është çështje private. Është moral privat, adhurim privat, individual, nuk ka interes për të tjerët. Gjithsesi shikon private. Pse? Për arsye se në momentin që feja kthehet jo vetëm në çështje personale, çështje individuale, çështje private, por çështje institucionale, pra ka institucione, nga institucione që ajo organizohet, ajo kthehet në çështje politike, apo në çështje publike. Dhe çdo çështje publike është politike. Fjala politik edhe publik nga njëta rrënjë rrjedhi, nga fjala greke që i thon polis. Qyteti, çështje publike, qyteti, çështja e qytetit pra. Dhe duke qenë se këta laicistët sundojnë shtetin, nuk e duan, e kanë çuar fen në margjina, e kanë tejkaluar, nuk duan që fet të organizohen për te organizim minimal që është organizim institucional brenda objekteve të kultit. Jo. Nuk duam të na bëjë shumë, sepse feja nuk është e tillë. Edhe ideologjitë që këta kanë, fe janë. Edhe pse janë fe laike, fe pa Zot, po fe janë dhe ato. Kështu që po ta shikoni historinë e Islamit, organizimi më të plot nga ana institucionale u mor në kohën e Umerit. Pra ishte faza. Pejgamberi selam e nisi, Ebu Bekri për shkak se jetojnë 2 vjet në periudhë të shkurtër dhe ishte periudhë luftrash për të qëndruar, për mbijetuar shtetin islam, sepse u bën rrezik nga ato që quhet Hurub Ridde, pra luftët e renegatëve. Në kohën e Omerit, për shkak se zgjati 10 vjet, ishte ai i cili stabilizoi institucionet e shtetit islam. Sigurisht ato avancuan më tej. Mori sistemin e regjistrimit divanit. Divanin e kujtojmë se diçka që ulet, o përdoret në kuptime të ndryshme. Fjala divan nuk është në arabisht, është persisht, po sistemi i diwanie që thonë ata, kupton, kishte të bëjë me çështjen e regjistrimit. Pra duke qenë se ti ke një shtet i cili mbledh taksa, mbledh zakatin dhe shpërndan ato, pra organizohet, duhet një lloj sistemi për të regjistruar ato. E mori këtë sistem nga persët edhe aplikoi. Pastaj shteti islam përpara nuk kishte para veten. E merr dirhemi që e dëgjoni ju, është fjalë greke, nga Bizantët. Dinari, dirhemi nuk janë fjalë arabe.
ata përdorin momenti që Islami u zgjerua, u krijua mas kalifatit të Khulefai Rashidinëve, pra 4 sahabe, erdhi Beni Umeje, pra kalifati Umerit, pastaj Abbasit. Në fillim Umerit nuk kishin para të vetën. Përdori para e Bizantit, shtypi para e vete, por kjo është institucion vete. Ushtria dikur në kohën e pejgamberit alayhis salam, në fillim nuk kishte ushtri të rregullt, nuk kishte polici të rregullt. Ishin kështu me mobilizoheshin. Kur kishte lukë mobilizoheshin. Jo, shteti kishte nevojë për çfarë? Për polici të rregullt, për ushtri të rregullt. Kishte nevojë për ti do të mbledhësh zakatin, po në momentin që mbledh zakatin do një punonjës. Që ka përmendur Zoti në Kur'an, 8 kargat dogarik. Pra ti je detyruar të krijosh institucione, njerëz, aparatura, administrat, burokraci në kuptimin e keq fjalës, po me fjalë administrat. Pse? Sepse ti nuk mund ta mbash një shtet, një organizat, një xhamat, një grupim pa pasur institucionet. Institucioni është ai që ti jep vazhdimsi ty. Ti jep vazhdimsi. Përndryshe je mbaruar. Pse puna mongolët? Mongolët mbahen mend, nuk kanë historinë njerëzimi që të ketë pasur pushtues. Aq të egër, aq shpejt, aq të dhunshëm, aq barbar dhe në një territor shumë të madh, siç kanë pasur mongolët. Mi pa ashtu si erdhën ikën, u shuan. Pse ata kishin kohezionin të fortë social, ishin njerëz në uftës, edhe pse 50 kg burrë ishin, kupton ti? Njerëz me fillu kishin trupa të mëdhej. Po përdorshin harkun, shigjetën, me kujt lëvizin shumë shpejt, pra kishin atë taktikën ushtarake që ishte shumë efikase. Mi po nuk patën institucione të tyre, klasë të tyre. Kështu që u shkrin ato vende të tjera, u adoptuan, u kthyen me fjalë u tretën si bashkësi, pavarësisht se u konvertuan në musliman apo nëse nuk e di në fatet tjera. Do të kesh gjykata. Gjykata me çfarë mbahet? Me bash drejtësi. Do të shkadiu. Tregji pejgamberi sa kur shkoi në Medinë hapi tregu. Vendosi tregu, por tregu ka nevojë të mbahet rregulli, për rregulli. Vakafet. Të gjitha këto janë institucione. Janë pjesë e një organizimi të madh dhe pa institucione nuk mbahet shoqëria, siç thotë Umar ibn Khattabi, që nuk ka xhamat, nuk ka islam pa xhamat dhe nuk ka xhamat pa institucione. Pra ti nuk mund të ndërtosh një islam të plot, të rregullt, ashtu siç do Allahu xhashanu, pa pasur institucione. Islami pa institucione është vetëm Islami i Mekës. Dhe Islami i Mekës është Islami i mangët, nuk është Islami i plot. Islami i plot është ai i cili u plotësua në Medinë. Njerëzit a mund të jetojnë në situata të tilla? Po, siç kemi qenë në kohën e komunizmit, mbijeton. Ka edhe në momente të tilla, në raste situata të tilla. Por Islami i plot është Islami që erdhi në Medinë. Mirë, e zgjata pak më tepër këtë me që kishte tema, kishte institucion, me këto tjera nuk do të zgjatëm ai shumë këto pikë të tjera. Me fjalë kohezioni social apo asabie, e dyta është institucionet, e treta është drejtësia. Unë e përmendë pak më parë për mos të zgjatur, drejtësia çfarë themi me drejtësi? Drejtësia absolute, utopike jo. Drejtësia minimale ose drejtësia e mjaftueshme në mënyrë që ti institucionet apo shoqërinë tënde të funksionojë dhe drejtësia të jep legjitimitet brenda institucionit. Sepse përndryshe, nëse në krye të institucionit nuk ka njerëz të cilët nuk respektojnë drejtësi, atëherë ai abuzon me paratë, abuzon me pushtetin. Humbet besueshmëria tek njerëzit. Humbet besueshmëria tek institucioni. Dobësohet institucioni. Momenti që dobësohet institucioni, dobësohet asabia, për kohezionin social. Sa për shqiptarëve nuk duhen e gjenë më kollaj rahatin ka i huaj, janë has me njëri tjetrin, ndërkohë që ma do të huajnë bëjnë rahat. Me fjalë hapin barkun, ke italianët, ke amerikanët, ku diun, ke gjithë, ke turqit, ke këto, kundrejt kujt atë shqiptarit vetë. Pse? Sepse nuk e lidh gjë me atë shqiptarin tjetër. Si se lidh gjë me atë shqiptarin valla. Po lidh shumë gjëra, po se s'ka besim tek ai. Nuk ka besim. Dhe në momentin që nuk ka besim, pse nuk ka besim? Sepse nuk ka drejtësi, ka abuzim. Më lejoni të citoj një tekst, një nga tiparët e shoqërive të zhvilluara, një tiparët më të forta të shoqërive të zhvilluara, është besimi social. Pra besimi që kanë njerëzit ke njëri tjetri. Njerëzit u besojnë institucioneve, por edhe njëri tjetrit. Dhe kjo ul kostën e bashkëpunimit. Në një shoqëri me besim të ulët, çdo gjë kërkon mik. Si kene? Rushvet, lidhje familjare, mbrojtje private, ose dhe mashtrim. Një shoqëri me besim të lartë, kontrata,
ligji, fjala e dhënë kanë më shumë peshë. Për fakt keq, kam parë një studim ku janë marrë në shqyrtim rreth 90 vende të botës për një periudhë caktuar vite të ndryshme fjalë. Ku jepej pyetja kryesore e anketimit ishte a mund t'i besosh shumicës e njerëzve ose sa mund t'i besosh shumicës të njerëzve. Dhe përgjigjja ishte atill që në krye të atyre njerëzve të cilët përgjigjeshin me shumicë që mund t'i besosh shumicës njerëzve, pjesë tjetër shoqërisë kuptohet në një vend të caktuar, ishte Danimarka me 74%. Dhe në fund të këtyre 90 vendeve për fat keq, dikush ishte? Shqipëria. Me sa? Me 3%. Sigurisht, këto anketimet kanë ato mashet e gabime plus minus. Por ky është problemi jonë, se ne nuk i besojmë njëri tjetrit. Dhe duke mos besuar njëri tjetrit, nuk i besojmë institucioneve. Pse? Sepse nuk ka drejtësi. Nuk ka drejtësi. Në momenti që nuk ka drejtësi, atëherë futet rushfeti, futet miku, futet paraja, futet fisi, futet mashtrimi, gjitha këto. Nëse shikon këto shoqërit e zhvilluara, që kanë qëndrueshmëri dhe kanë institucione të forta, kush janë pikërisht këto nordiket. Pse se kanë besuar, institucionet tek ato funksionojnë dhe drejtësia të funksionojnë, se s'kan probleme, kanë ato probleme. Po shumë më pak se këto të tjerat. Shumë më pak se këto të tjerat. Dhe kjo është një nga arsyet e suksesit të tyre e dështimit tonë. Jo se kanë pasuri më shumë ata, janë mund të mënë qërota më zgjurë. Jo, fare, as pak. Njerëz atë janë, beni adem, si bëshar, si ne janë ata. Ama ne kemi këtë problem, si besojmë një tjetrit. Si besojmë vllaj, si besojmë kushuriri, si besojmë komshiu, e ka me të futma, e ka me të hedhme. Pse? Sepse edhe ndonë faktikisht. Kujt boni ato lekte, e ka mashtru, ka vjetë. Edhe ndoshta ka bërë punë. Po edhe po se pat dieta e punë që ka bërë. Kështu nga e di ti, sepse ky është rregullin që ne nuk i besojmë askujt. Ose i besojmë vetëm atij njeriu të afërt. Ky është një nga problemet që ne kemi madhore. Nëse ne nuk besojmë njëri tjetrit, dhe sidomos ju të rinë, nëse nuk i besoni njëri tjetrit, as union, as xhamat, as gjë për gjë nuk ne bëjmë. Një nga gjërat që ne vuajmë sot si shoqëri është kjo pikërisht. Bëres mendoj se kjo është smundja më e madhe edhe themra akili që ne kemi. Ne kemi besueshmërinë më të ulët mundshëm si shoqëri. Dhe kjo është një anë negative, prandaj edhe ne nuk ecim përpara. Mirë, duke qenë se ne jemi pjesë e kësaj shoqërie si musliman, edhe ne vuajmë nga një smundje. Ku më shumë, ku më pak. Edhe pse mund të jemi më të moralshëm se të tjerët. Nuk dosha me fjalë jemi të rritur nga droga, nga alkooli, nga prostitucioni, apo ku diun, nga krimet, nga vrasje, nga hajdutliku, nga mafiozliku. Jo se s'ka, ka në mesin tonë, po janë më pak se të tjerë, dhe jemi më të shëndetshëm këtë ditë. Mi po çfarë? S'kemi besim nga një tjetri. S'kemi besim ke një tjetri. Tham drejtësia. E katërta. Integrimi. Në islam nuk ka racizëm. S'ka racizëm klanor, s'ka racizëm, ku diun, fisnor, race, ngjyre, më the thash. Një nga arsyet që Islami u bëi fort dhe u zgjerua ishte aftësia e tij për të integruar racat e shumta. Allahu thotë në Kur'an që ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe nga një femër. O ja'alnakum shuban wa qaba'ila lita'arafu. Ju kemi bërë juve popull i fisë, në mënyrë që ju të njihni me një tjetrin. Nuk ka dallim thotë pejgamberi se ndërmjet atij që është arab dhe jo arab. Ndërmjet atij që është i bardhë, është i zi, është i kuq, është i verdh, nuk ka dallim. Dhe ajo që ne duhet kemi në mënyrë që ti të forcosh dhe të rritësh kapacitetet e tua si shoqëri, duhet pranosh në gjirin tënd, kesh aftësinë pranosh në gjirin tënd antar të ri. Pra, jemi 40 veta këtu te Unioni Musliman. Aktivist apo ku diun dashamirës, bëhen 50, 60. Pra ti shifës. Në mënyrë që mos akufizosh ti vetëm ke vetja jote. Jo nëse shikoni historinë e Islamit, arabët ishin pak në krahasim me vendet të cilat ata morën sundim, ekspansion. Andaluzi, keni dëgjuar që kanë qenë muslimanë atje? Shumica ishin arab, nuk ishin arab. Ishin vandali, spanjoll, portugez. Po si mbajtën ata? Integruan. Osmanët. Kush ishin Osman? Ishin turqit? Jo. Osmanë ishin gjithë ata që ishin në pushtetin parandarak të elitës turke. Ta tha elitë e pak, pavarësisht se elita turke nuk i përveç sultanit, pjesa tjetër mund të ishin edhe shqiptar. Që ishin dimi fjalë, shumë prej kryeministëve gati 39 apo 40, ku diun se ka qenë shqiptar. Grek, bullgar, arab, turkmen,
rëndësishme që ishin në një shtet që i integronte dhe i bashkonte ata kush? Feja në radhë parë, kishë institucione, mbanin drejtësi para sa mbanin, dhe i kishin integruar këta. Momenti që ti integron edhe të huajt, ata tjerë të i bën pjesë e vetës, ti rrit fuqinë tonë. Ne nuk e kemi vetëm për veten tonë, nuk e kemi për klanin tonë. Nëse ti nuk zgjerohesh, nuk integron të tjerët me të drejtë barabarta, ti ke i detyruar të zhdukesh. Çfarë ndodh në Europë sot? Pse pranojnë emigrantë ata? I pagojnë për qef? Jo. Europa ka të trashëguar racizmin. Edhe pse sot europianët sot nuk janë, një pjesë e tyre nuk janë aq racistë sa kanë qenë dikur, po janë detyruar të pranojnë të huaj. Se s'ka njerëz. Është një plakje. Unë e kujtoj që para 30 vjetësh ku nisha kanalet italiane Rai, dhe shikoja që në Itali kishte më shumë vdekje se sa lindje. Kesh më shumë vdekje se lindje do të thotë që kjo popullsi nuk shtohet. Ka probleme. Atëherë çfarë? Detyrohesh anosh emigrant. Mos po them parënim emigrant, po më të shtojmë rrallë tonë, ta integrosh tjetrin, pra mos ta paraqykosh tjetrin që unë jam i pari, këtu jam i vjetër, kjo unioni, ky është i ri dhe ky nuk mund të ketë. Jo, kriteria është kush? Inë karmat kumin Allahut kakum. Allah thotë në Kur'an ai më i devotshëm është më i nderuar tek Allahu xhallahu. Kush është më i nderuar? Ai që është më punëtori, ai që është më sakrifikuesi, ai që është më i afti. Khattabi nuk qenë nga të parët që u bë musliman. Nuk qenë nga të parët. Ne e dimë historinë. Ama mori rol parësor. Pse? Për shkak të aftësisë i bënte. Për shkak të devotshmërisë, për kushtimit. Pra, pika e 4 thamë integrimi. Pika e 5. Dija. Nuk ka shoqëri, nuk ka shtet, nuk ka perëndori, nuk ka civilizim i cila nëse nuk krijon dije dhe mekanizma për ta transmetuar këtë dije, që të vazhdoj gjatë. Ti duhet të trashëgosh dijen. Kapësh kulturën e leximit, e shkencës. Muslimani nuk ka nevojë të themi ne këto, sepse ne kemi pasta. E fjalë vlera që ka dija në Islam, Allah është në ka nisur me ikra. Pse me lexo? O qyp, o rob lexo, bëu njeri. Sepse leximi është çelësi i parë, mjeti i parë në cilën ti të bësh i ditur. Hal yastawun alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allahu Kur'an barabartë ata thotë që di dhe ata që nuk din. E sa hadithe ajete të tjera për mos u zgjatur për vlerën e dijes. Nëse ti nuk shoqëritë që nuk krijojnë shkolla, pra medrese po themi ne. Medreseja do të thotë shkolla. Po edhe fetare, e thashëm kuptimin që edhe shkolla, po edhe fetare. Nuk krijojnë biblioteka, nuk krijojnë universitete, nuk krijojnë libra, nuk krijojnë shkencë, nuk prodhojnë dije dhe nuk e trashëgojnë dhe nuk e transmetojnë, këto janë destinuar të zhduken. Marrë si shumë për shumë mongolët. Pa marrin prapë si shumë mongolët. Fiset tribale erdhën andaj nga stepat, mbaruan. Edhe gjuhën e tyre transformohen kush persishte, kush arabishte, kush gjuhë të tjera në popull që ato u vendosën. Ndërsa arabët ashtu ishin. Por krijuan institucione dhe integruan në ta çfarë? Shumë prej dietarëve islam nuk ishin arab, nuk ishin nga dietarët e fesë. Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu. Gjithë këta ishin hadithin më të mëdhenj, si babai i gramatikës arabe thonë, Ebu Hanifja. Asnjë prej tyre nuk ishin arab. Integruan këta dhe këta i dhanë dije dhe prodhuan dije. Dhe dije ishte e hapur. U mor dije nga dhe islam muslimanët kanë atë që nuk je atë që nuk është prodhimi vetes, nuk e atribojnë, ju thonë nuk historia, nuk thonë që historia filloi me ne, edhe mbaron me ne. Jo. Europa ka fillon historinë, fillon nga Greqia e lashtë. Se aty lindi Europa. Okej. Para Greqisë kishte gjë tjetër? Kishte sa kështu, po Greqia. Po Greqia si u bë e ditur? Nga morja. Nga hiçi, jo. Nuk nisi nga hiçi. Dhe Islami, arabët e shpjegojnë gjithë dijen vetë, jo. Morën nga grekët, morën nga persët, morën nga Bizanti, morën nga ato kulturët që kishin për qark, morën nga kinezët më pas, morën nga indianët po ashtu,
Numrat që quhen numra arab, në origjinë janë numra indian. Janë numra indian, pavarësisht se formës që shkruhen, sot janë numra arab. Arabët i formuan në këtë mënyrë që si ka i përdor gjithë bota. Po në thelb, ata janë numra indian. Pra e morën dijen edhe kultivuan dhe zhvilluan më tej. Dhe nëse një shoqëri nuk kultivon dijen, ngelet aty ku është, nuk zhvillohet. Dhe duke përcjellë atë. Kjo ishte 5. E 6. Ekonomia edhe më ke paret. Edhe më këtë ardhurat. Allahu Gjeshanu në Kur'an kur flet, kur përmend në surën Gjuma, thot, fa idha qudi salati, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Mbasi të kryet namazi, thot, përhapurin tokë, thot, dhe kërkoni nga mirësia e Zotit. Do thot që puna është obligimi për e nxitur në Islam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk ka gjë, risk apo ushqim më të mirë që ha besimtari përveç se asaj që ha nga djersa e ballit të tij, nga duart e tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte tregtar vet. Dhe disa prej sahabëve të tij ishin tregtar po ashtu, Abu Bekri, Osmani, Abdulrahman ibn Aufi, ishin tregtar. Dhe është e rëndësishme ekonomia. Pse? Sepse pa ekonomi ti nuk bën dot asgjë. Pa ti mund të kesh kohezon social, por prapë duhet ekonomia. Ti mund të kesh institucione, por duhet të kesh ekonomia për të mbash ato. Duhet dije që të zhvillosh dije, por duhet prapë ekonomia për të mbajtur ato. E unë po jap një këshill. Një sugjerim. Sigurisht nuk kam bërë vetë edhe as presi ta bëj vetë, sepse nuk kemi prerë pra të punë. Bëuni njerëz të pasur. Që pasurin ta vini në shërbim të fesë, të komunitetit, të institucioneve. Sepse, sidomos sot, po kur do herë ka qenë, jo vetëm sot, nëse ti nuk ke para, nuk ke pasuri, ti nuk bën dot shumë gjëra. Nuk bën dot shumë gjëra. Kështu që është e rëndësishme të pasur ekonomi, dhe që të kesh ekonomi, duhet t'ja nisësh të mendosh që sot. Çfarë do merresh? Do bësh investim, apo një biznes, do bësh tregti, do provosh diçka. E rëndësishme është që ta vësh këtë në krye, sepse ne fitojmë para për të punuar. Për të punuar për komunitetin, për të punuar për këtë fe. Dhe nuk punojmë për të fituar. Kjo është e rëndësishme. Si thoshte Uthman ibn Affan, thotë, e rëndësishme është ta kesh pasurinë në dorë dhe jo në zemër. Pra nuk duhet të kthehet pasuria në qëllim në vetvete, por duhet të kthehet në mjet. Mi po që ta fitosh atë pasuri duhet punosh. Duhet punosh. Ti të bindur që po mos ishte u po jap një shembull. Sigurisht se Zoti bën ka çfarë do. Në vitet 90 këtu ka pasur masi u hap Shqipëria ndaj botës dhe u largu komunizmi, u dyndën shoqata, organizata, fetare nga të ndryshme të botës, edhe nga perëndimi të krishterë. Dhe po mos kishin qenë, mbas kaderit Zotit, mbas saktimit të Zotit, shumë prej shoqatave arabe, muslimane, që u dyndën këtu, njëkohësisht për të bërë davet, për të bërë xhamit, për të përhapur literaturën islame, Islami nuk kishte pasur ndoshta të përhapje që ka sot. Shumë prej nesh janë produkt atij daveti. Mi po si me lek? Jo, nuk i thësh me lek njerëz, jepshin njerëzve lek ata që të fushin fe, jo. Njerëz ishin muslimanë në origjinë. Po donin një libër ku ta gjenin atë. Kush do botonte atë? Donin një xhami ku shkoshin të falësh. Shumica e xhamit tani kush i bën? U bën nga shqiptarët, nuk u bën nga shqiptarët. Sot alhamdulillah bën shqiptarët. Janë bërë me donacione të huaja. Do mos kishin ardhur ato para, ato fonde nuk do të ishin bërë këtu. Miliona kanë hedhur ata të tjerët. Sigurisht Zoti i jep sukses atyre që kanë sinqeritet dhe besim në vërtet, po mos hedhësh ti, po mos hedhësh para, nuk hesin gjërat. Edhe para çfarë? Duhet fitohen. Me halal sigurisht. Kështu që vëreni parametër në jetë, kush nuk ka ndërmend të bëhet hoxh, po bërë hoxh, pse mund bëhesh edhe tregtar dhe hoxh, po në historinë islame janë të rrallë ata që e kanë bërë të dyja bashkë. Janë shumë të rrallë. Edhe Abu Hanife ai kishte tregtar, pastaj la tregtin u
u mund me Hoxhillik, Abdullah ibn Mubarak ishte edhe kështu dhe ashtu, po pjesa më e madhe ishin hoxhallar. Nuk i bëshin të dyja. Ose ishin tregtar, ishin të radhave që bën dy. E rëndësishme, duhet që nesër të bëheni njerëz të pasur. Iliri për shembull mund të jap shembull se unioni që keni ju është trashëgimi aty që kanë qenë para jush. Dhe sa prej atyre që kanë qenë një student kontribuojnë sot kjo unioni, alhamdulillah ka një pjesë. Po puna është sa a e kanë atë krimbin apo dëshirën për të kontribuar? Një pjesë po, një pjesë jo, një pjesë pak, një pjesë shumë. Puna është se ju sot jeni, nesër nuk jeni. Pra në krye disa viteve një pjesë e ju, ose kretë ju do dinin punë. Po ma institucioni ngelet. Institucioni ngelet. Ikin njerëzit, institucioni ngelet. Dhe nëse ke ngritur një institucion të fuqishëm, që ka dhe të ardhura, a i qëndron. A i qëndron. Pika e 7, edhe e parafundit, është mbrojtja. Por i qemë se jetojmë në një botë me armiq edhe balli, duhet të mbrohesh. Nëse ti nuk e krijon mekanizme mbrojtje, mekanizëm mbrojtje ligjor, mekanizëm mbrojtje ekonomik, mekanizëm mbrojtje institucional, ti je destinuar të shkatrosh, të shkëlbash. Sa e sa shtete, sa e sa kombe, mund të kishin gjitha këto, mirë po ishin paftë për mbroheshin. Ishin paftë për mbroheshin, e kishin mbrojtje në dobët. Ndërkohë që në Islam gjihadi, gjitha kuptimet e tij. Qoftë gjihadi me gojë, qoftë gjihadi me trup, qoftë gjihadi me armë, është pjesë e fesë. Ai se një pjesë e ulemave, ka disa prej ulemave që e kanë quajtur, nëse do të kishte një shtyllë të gjashtë Islamit, ai do të ishte gjihadi. Gjihadi vjen edhe urdhimi për të mirë ndalimin e keq, aty janë, me i vënder, se gjihadi vetë ajo është. Ka një thënie që transmetuohet nga selefët, ma taraka qawmun jihadun fi sabilillah illa dhallu. Nuk ka popull thotë që i cili e ka lënë thotë luftën në rrugt të Allahut, vetëm se janë poshtruar, janë përdosur. Një nga arsyet që Amerika sot është e fortë, është se bën xhihad. Jo fi sabilillah, po bën xhihad. Xhihad financiar, propagandistik, edhe xhihad me armë. Po pavarësisht se justifikojnë atë demokracinë të tashë, po lufta është xhihad është. Xhihad. Kështu që ti do të mbrohesh nga hasmi nga armiqt. Përndryshe je i destinuar të shpërbash. Ke histori mjaft sa duash. Ke histori sa duash. Njerëz do dhanë mas mirëqenies, mas rahatis, edhe lanë aspektin e mbrojtjes, erdhi i tjetri i fshiu. Tokat islame, që u shkatruan një pjesë e tyre nga mongolët. Pikërisht për kjo shkak se ata lënë vazhdore, xhihad. Një nga aspektet, sigurisht që edhe gjëra të tjera. Xhihadi. Andaluzia, Spanja, apo Agatishlli Iberik, Spanja dhe Portugalia. Lanë xhihadi, ngelen aty ku ishin. Ti duhet të mbrohesh nga hasmi nga armiku. Tash ne do të thoshte hosh, ne jemi këtu brenda Shqipërisë, ku të bëjmë xhihad. E cila krijosh mekanizma mbrojtje. Sepse ata kanë shënjestër, ata që nuk na duan. Edhe e fundit pika e 8, përshtatja. Çfarë është përshtatja? Duke qenë se njerëzit evoluojnë, shoqëria evoluon. Jo në kuptimin darwinist fjalës, po në kuptimin që gjërat ndryshojnë. Për shembull, deri dje kjo ishte. ChatGPT-ja që përmendi Hoxh Gëzimi, nuk ishte deri diku. I pa është fut pjesë e jetës. Dhe ti je detyruar të përshtatesh me këto shpikje të reja, apo me inovacionet që ndodhin të reja, qoftë në institucione, qoftë në shoqëri, sepse përndryshe ngelesh mas, ngelesh mbrapa. Dhe shoqëritë dhe institucionet, apo bashkësitë, komunitetet, apo dhe shtetet, vdesin, kalbëzohen, nëse nuk ripërtërin, nuk reformohen. Çfarë do reformojmë? Do reformojmë fen? Jo, parimet ngelen pa ato, sepse parimet nuk ndryshojnë. Njeriu ka nevojë për të njëjtat parime. Do të thënë parimet njerëzore njeriu ngelet pa ai. Do të ishin ndershëm për çdo kohë. Mekanizmat, institucionet, se si organizon dhe si i ristrukturon në pajtim me kohën. Përndryshe nuk mbijeton dot. Pra është rëndësishme ti të përshtatesh sipas kohës.
Kur themi përshtatje sipas kohës edhe një herë, që mos keq kuptohet, përshtatje pa zhbër dhe pa shkelur parimet, të cilët janë universale në çdo kohë, në çdo fund ngjelet. Pra, imani, besimi që ne kemi, ne jep identitetin tonë, që në bashkon. Drejtësia jep legjimitetin, dija jep vazhdimsinë, ekonomia jep fuqinë ekonomike, institucionet japin rendin, integrimi zgjeron shoqërinë dhe mbrojtja ruan sigurinë dhe reforma pengon kalbizimin. Kjo ishte pak shumë ajo leksioni që kisha ndërmend të thoja kur nisim në orën 1:30, ndoshta se nisim në orën 1:30, megjithatë çerë kore para po e mbaruam. Zoti shpërblet për vëmendje.